Ser, knatësi me taku, s'kam pa mati. Pore që më zita shumë për shemin, më ka dhonë diçka. Apo, ishte lajmi vërtet? Unë e pash veç pak sekonda para se me u fut. Po, Nuk e di, a është e vërtet, derisa se konfirmojmë, nuk po... Mi gjenë me një qëtash e thira, s'po din. Nuk e dim. Jo. Besoj që gjatë kohës kemi me konfirmu edhe uroj që të mos jetë e vërtet. Po lajmet e këshia, bre, gjithë janë të vërtet, a më dresh në shka. Fatkeqësisht po, e vërtet. Po. Edhe më erdhe shumë ketë se na para se me nisë emisionin të lutem rato njëherë, më falë se... U sa preka, bre, arane kojshi të prente kam. Po, dhe të vërtet, na të rënditi. Unë e pash pak para se me nisë emisionin, po nuk gëzova me thonë asë një gjo pa që jene konfirmume, kështu që e di që ekipi janë vazhdimisht të mundume. Në menin, s'po dike kur gjë. E thira një kusherit të nipit vetë, tjallit motrës. S'ma qej telefonin që tash. Nuk po di. A ka kohë që nuk e ke pa? Je taku me të së të fundi? Ka kohë. Kon i tërhjekën pak. Po, kove të fundit pak më. Ka pas probleme me zemërën, po nuk besoj. Ka pas probleme edhe me thmijaj. Me policia, me droga, me dreshet birin e shumë. Uroj që të mos jetë e vërtet, akoma s'po munde me thonë publikisht një lajmë të tillë, që është kaq i rëndë, po në të kundërtën sigurisht do t'informohemi gjatë kohës. Dhe se na u mundum, me qenë se kam të konfirmu, mundum me të pritë si që ka hi edhe si që meriton, ani pse në situatë të tillë. Dhe jemi ka shok, jarana, të ngusht, përdiqë. E di. Dhe se jemi ka konkurent. E di. Se jemi ka konkurent. As me gjenë kelmendit, as me këto. Jemi ka mish jemi ka. E di që keni pas afërsi, po uroj të mos jetë e vërtet. Gjithsesi që është kemi ty këto kohë të fundit, më trego pak. Me shëndet për duke shmirë, me energji si për herë, atë pozitiven që dita ofrosh. Pak, a përshë që njëri nuk bënë më bënë nërvëz me punë të vogla, pe Ministrisë të Arsimit dhe këtu, sa bone? 1 orë 10 minuta. 1 orë 10 minuta, më të kemi orë. Shumë gjatë. Sdo mas tash në prag të festave, po më duket nga kanë ardhur shumë edhe bashkëdhetarë, edhe tash fluksi është më i madh, krejt dalim jo me u përgatit për vitin e ri. A kanë ardhur dikush prej jush, prej familjes? Jo, prej familjes e para pak kohë më ka dek motra, alo jam disponim mërtor kështu, adin... Ngushëllime. Po mos të foli, mos të andrej edhe ty tash disponime. Jo, të lutem, në raste që prekin se cilit, do mos për një antar ka shto afër të familjes. Këto kove të fundit, e ke shiju këtë pensionimin, po them, prej marsit? Po qysh jo, po ku ka ma mirë, ku ka ma mirë, se mos me bo kur gjë ishë. Bon tash disa muj, gati 9 muj, prej marsit, bile i kam pa që kolegët kishim për cilë edhe mirë me një ceremoni atë të zhjurja. Që shumë dive adet, në trego pak? Ollaj, fantazi. Apo? Super, bashkë super. Qysh jo, po ka ma mirë se me nejtë, mos me bo kur gjë, se nësi në televizion e këmë thonë që unë e jam për tasë. Për tasë jam për... Jo, se ke punu farë, se di pse i ke thonë vetës. Bashkë që këmë punu shumë, Njeni ko kur lodhesh, a? Këmë ka në menagerizurit ligjore dhe avokat individuali pa mbarë. Emisione Shqipëria si pas Gjenovësit. Mandej 13 vjetë, ju ka në ligjerut kolegjin Pjetër Vudi. Mandej plus me tezga me kësi. 4 disponime, ajo veç më të shmen njeri. Qka përja kushton kohën tash prej pensionimit? Qka për bënë që s'ke bu për para? Kur që përveç po dal, e ka një supermarket edhe ka një kafe amëltor aty, kafe restoran, veç po pi kafe, ka një qekër lek për bëj, edhe me mufën, me ilazën, me dust, atë e mi që jemi konë. Të ka matë shumë, po. Edhe po, edhe pi kafe, dhe ka 2, 1 gjysë 2, edhe të shpija. Të shpija. Tu shpija. Tu pushu, mas vire. Tu shpija. Në këto takimet me shokta, apo ju bjen me diskutu me i thonë vetës, hej, pëse s'po e bojmë edhe një kongë, edhe një si dikur... Besoj që e bojmë. Apo? Ama rock'n'roll e muzikë shumë e shtrejt. Teper e shtrejt. Edhe muzikë e ronë, e vështirë me bo. Durën zemë edhe televiziones, po du me i fajsu, nuk po kanë shumë konsiderat për rock'n'roll. Kjo duhet pak mu... A u rritë audienca ndër vite, për shambull Po ne kemi audiencën tonë, për shambull para pak kohë,
kemi pas 2 koncerte, 2-3 mujt e fundit, Open Air, Soareke, në Prizren, Gjilan, ama perfekt. Adin rinjia 18 vjet, 20 vjet, vajza, që i din krejt kong, është e pa mundën, adin me besu në ato. Po, kemi... Që shishën reagimet e juja kur i shihni 18 vjeqartë, të i këndu krejt kongët? Po, knaqësi, për që dhe pare me pas, qash sa. Qash sa po i din kongët, a? Na nuk kemi të zgarosha në esens, po nuk kemi raste sociale. Se ne jemi me fakultetat këryme, kemi dhe një cilësi tjetër kështu, dhe si mi guzu më varë pe i vëshve muzikës. Dhe Kosova treg i vogël, edhe treg i pafuqishëm, në kuptim të afinitetit konsumus. Edhe qdo problemi, kush fitojnë pare, dars magjik fitojnë pare. Po, në darsma ka shumë, edhe ka gogja këngëtarë që tash, për shembull e kanë ndru ose zhandrin, kanë këndu diçka tjetër, tash kanë hy ma shumë në popullore. A të ka rame, apo i dëgjën këngë të reja sot? A ka këngë ose zhandre, ose edhe artist, që po të pëlqenë, ma përmende Mufën, si që drejtove ti, për shembull, një prej yjeve të skenës është Ylli, Ylli Mani. A beson në të thonë diqka? E sëmë beson. A beson që Mufa nuk i përzihet Yllit? E di, ma mërmanja, kështu e kam dëgju duke thonë Yllit. Po, ishme nuk i përzihet. Najherë unë e veti, Liman, ku është Yllit? Nuk e di. Banez dhe diqka, nuk e di, dhe që kash. Maron mua bete. Apo të pëlqenë si artist Yllit? Po, qëshe ato, këshyri... Mufës në eri dhëmë, nuk e ki vështë i djali, kam edhe unë e djali, se djalin tem e isha. Se djalin tem, edhe pse u më shatar me djalin tem, Mërkurin, po se djali jem është, adin nuk bëj, s'moj me bo, edhe me da. Nësh me dalu e kuptaj. Keni shoshni që sa vite me... E majmen kur ka linde, qyshe, tek, adin të... E vërtet, e ke përcjellën krejt etapat e jetës. Krejt, bashkë krejt. Qka e kam bajt, ose qka e mba në përgjithsi, për shembull e përmende zëty me Failjen, ose edhe plot të tjerë që keni qenë minator, po edhe plot mish tjerë, qka ju kam bajt shoshni, se në ditët e sotme i sherë 2 vite meq, më pas prishen, qka e kam bajt, ose qa është tjeni qelë si suksesit për një shoshni ka shëndosh për ka shumë vite? Po, na jemi bashkautor me Mufën. Shtu që jemi Beridek. Po, në esens me Mufën veç miqësia. Veç shoqënia në mu. Miqësia e pastër të dhe ata. Mas pakri na folim për muzikë, besëm. Dikush mundet me besu. Na bre për muzikë, folim pak, na dikur folim për muzikë. Kur ti na me nqizu, mrena studios, apo e bojmë qëto Liman qështu, nësë bëni qështu, më nësin edhe njerë, jepi karakter kështu, Liman pak pi bjen solo partijës bash, pak nervoze, pak je kështu, po, dalim e dhezëm një cigare, një pi, e nalim muzike. Hinda në studio, folim për muzike. Kryet inqizimi, qau. Pra jashtë studios nuk ka për muzikë me pole? Absolutisht, absolutisht. E bukur kjo. Ka në histori se s'kam pyt asë njëherë, ne kemi pasë dhe intervista, po s'kam pyt asë njëherë për historin prapa emrit Minatori. E kujt ka qenë si ide? Kush ka thoni pare, okej, kjo do të letjet emri? Pa, neve, e shkrytari komunës Nazmi Mustafa, na i ka blej instrumentet. Edhe është duhet të kongë e parë me ka kongë revolucionare. Tash, unë kërkon për i familjes, po du më bo patriot, kuptohëm. Se këm pas komunist. Tash, me aty, u du kemi bo Tito, Partia, Aksioni, Rinio, me Titon për pare. Tash, ku me bo qasi teksti, qasi kongë, kur s'ki shumë gëzu, s'ki shagëzu, personalisht, me shku në shpe. Atëre, për Minator. Me fatrin, me Minator, u bo hit. Armëria është e jonë, kështë. Edhe e bo në Minatori, mas, ku me ditë sa mujve. Edhe... Qa të ju mbet, a? Edhe baba i Zot Limoj, po kërkej falje, në ashta s'ka qef këtë publicitet, ka qenë Minator. Fatë kështështë e ka hup jetën minjerë. Kështë që Mufa është një kraj Minatorit. Kanë aspektet, edhe morali, edhe kreativ, edhe kështë.
Edhe që kjo është ajo një histori e shkurtër e shkruar në vargje. E bukur shumë, mama, e bukur shumë, sidomos kur prej ati momenti ka nis jo veç ajo këngë, po plot hitet e tjera. A e keni ditë para se me publiku këngën që do të pëlqehet? Apo i keni, thjesht i keni dhjerë prej shpirtit? Dorën zemër e kemi bu këngën, veç se një këngë u dufte revolucionare, si mas tyne, edhe madej një këngë, dy këngë tekstet lira. Më thë përdash një edhe për kështu, edhe veç me ka përcy da atu, e ka përcy mirë, kështu, atëherë dullëm të inqizime tjera, kjo është iniciativ paka shumë i mufës edhe bënëm tekstit, baba im është punëtor. Aji është një tekst social, po ashtu, edhe u përmend ke Marsi edhe u inqizu. Një foto e Marsit e varën e burë, babajnë e pyta u lo dhe e burë dhe kështu bëtë shumë. Edhe cenzura jes bënë e jo bënë, leq ashtu. Okej, nesë prekim, a? A ka qenë shumë afshtirë, se sa sot, me siguri që po nuk e din qëfar detaje, me u inqizu këngët. Pa këto gjitha jetet e teknologjisë pak rasushme. Se atër u duft komisioni me i vlerësu tekstin, madej me që demo inqizimin, madej me terminin me tha caktu, me tha dhon atë urdin, apo të në heri theshin nalogun. Me ma nalogun, dhe i keshe për 2 këngë, maksimumi, 40 minuta, 50 minuta. Dhe me thonë, në konë, se në kufit pa mëshme, do shumë me inqizu. Gjithë kohët, pa ndojtë. Dhe atëre, basi, gitara, bubnjat, vokali, klaviatur, këtë veç e veç me inqizër. Ka qenë shumë fështirë. Me ditë tona për me punu, për me inqizu një... Tepër fështirë ka qenë, po vullneti patologjike bëna. Edhe mirë keni bo, se e vërteton edhe vetë koha, dhe me thonë kaq vite mrapa dhe akoma i kemi që ato hite, që vështirë me jamujt diçka tjetër. A ki në i këngë që me ndonë që është keq kuptu në fillim, kur është publiku prej jush, në i këngë teksti nga pak, se kanë qenë tekste për atë kohë, ko gjatë veçanta? Po, unë kështu e kësha modifiku këto. Pe cenzurës, para me ndëni, Molla me Shërbet u konsideru si porno këngë, më falë një shpreje, i shikuzve. Bashkë qështu. Amanjone të ka fshet që apë dirë gjatë që këngë dashnije. Ndej Mihania ka qenë këngë që nuk ulqru edhe kanë zhdukat inqizim. Rasisht, unë e kumë pasën edhe një 2 kanash në inqizim, mandej në albumin të dua sa Kosovën e kemi rinqizu edhe njëre. Dhe thonë, ko... Nuk e kanë lëshu Mihanën? Se po tu e kanë zhduk? Se ka qenë këngë provokative, unë e se kuptoj, sinqerisht nuk e kuptoj. E kanë perceptu njerëzit? Po, qashtu. Okej. A cilën e ki përqefi? A është shumë fështirë me i damë? Po, jo, fështirë është se sigur fëmijët. Alë një fëmijë është invalid e kështë, po njësoj edhe si fëmijë tjerë, po i du gjitha këngë njësoj. Varet pej përjetimit, pej rëthanave të saktume, pej shtu, po këngë t'i du njësoj. Nuk muj me... Edi, të kuptoj, se zakonisht artistët të këngë që i kanë të shumëta dhe plot hite është vështirë me thonë kjo është pak më e mirë, tjetra më pak. A flasim pak për koncertet? Po, gjyshe. Keni pas shumë koncertet në rrethana? 2700-800 koncerte autoriale me një paralogari dhe non albuma autoriale. Shumë. 2700. Kemi shqit plakate, biletat edhe kemi shqit, do me thonë, jemi krenar me atë punë. Koncertet që thëmë nga muzicien të atë albumi, një qizimi është informat. Mirë, po ajo e vërtet është koncerti. Letë koncerti, aty duesh me u dëshmu, aty jesi në rengen. A i ki mushknit e miti lavta. E vërtet, aty duket krejt që ako. Po, aty krejt duket. Edhe, mirë po, minatori jo grup ekskluzivisht, grup koncertal. Shkojnë anë për kluba, serios, jo kësi kafiqa që apë dirë, po
Me gjithat minatori o grupi koncerteve. Grupi koncerteve. Është edhe kalojna mirë. Që aty jena në habitat tonin. Mrena, salë. Që aty ku njihni mas miri edhe mas Aty miri jemi me mas vetën miri, e aty njihëm të sigurt, aty njihëm të paprekshëm. Ka që shumë koncerte Naser në vendet të ndryshme, koncerte të mëdha. A mbanin mend shifrën për afërsisht në një koncerte që ka qenë pjesëmarrja më e madhe që edhe ju vetë jeni emocionu para gjithë masës? Po, natyrisht. Për shembull, viti 1993, java e kulturës Kosovës, me 2 korrik, ka pas galeria, ekspozita, qfaqje teatrale, e tash me 2 korrik na e mbyllshëm në shesh. Aty kemi pas 50.000 njerëz. 50.000, edhe radio televizioni shqiptar e ka transmitu në mënyrë drejt për drejt atë koncert. Bile i këmë shfrytzu do pomje prej emisioni 2-3 Shqipëria si pas Gjinovë, si që i këmë bo. Edhe i këmë marë pe aty ku bërtasin Kosova, Republike, që ka vëdje. Edhe e kemi me 12 qershor, vitit 2000, përvjetori i hyrjes në NATO Paktit, Kejforit, aty kemi pasën dikon 100.000 njerëz. 100.000. E zakonshme. Sidomos vite më përpara, idolizimi dhe adhurus e muzikës ndaj një artisti i kanë shfaq pa telash, edhe kanë qenë shumë donun me postera në dhoma. A keni pas raste kur prej adhurusve të muzikës je bo miq me dika? Po, qyshja, po. Po na bojna muzikë veç për me konë afër të njerëz. Jo me konë arrogant, jo me konë injerant, jo me konë mos përfit. Po, na kur kemi sukses me një kongë, me një album, veç e dim që jemi të afër të njerëz. Natyrisht se jemi qenje sociale. Edhe kështu që na gëzën aja, na bën të lumtën. Nuk e dyshoj. A ka diçka që adhuruesit në koncerte kanë bo diçka, po them, në thonjë za, të çmendur për ju që hala sot ndoshta e kujtoni e mbani mend si rast që ju ka ndodhur? Për pas këndimit të këngëve në kër, sa jo po dihet. Në qytet nuk e përmendi, ndoshta nuk është inteligente, kur ke kulminacioni, edhe njeni prej musafirve i then shishat e birës edhe i prejnë venat. Dhe aty e ndërprejmë në koncert. Venat i prejnë me shishat e birës. Po, nuk po du qytetin me përmenë, qytetin ma mirë me tha. I prejnë venat me then shishën e birës edhe ajo ka qenë e të mërshme për neve. E të mërshme për ju me pasi si akt, ka ndodhë shumë vite më përpara? Ka ndodhë 20 e sa vite përpara. Mos të përmeni qytetën. E të mërshme, dhe më thëmë deri ku shkon, sigurisht ka qenë në për te, gjendjet të mirë. dhe më thonë, ajo nuk o krenarie jonja, nuk është kështu. Mirë po, njeri ka qenë në një disponim ekstrem, momental, dhe me ditë, ose ka menu në diçka tjetër, ose zbesej që bashkë për minatorin e ka bëtë. Mund, po, nashta disponimi muzikës edhe etrit. Ju, po, kemi pas rast. Në një problem nga brenda duhet të pas. Kemi rase kështu, po, edhe rase jënë matë mira. Ato matë mira, okej. Ato le t'i kujtojmë definitivist. A ka pas raste gjatë tyre viteve, Naser, që gjeneratat e reja, pra artistërin që ju kanë përcjell juve gjatë gjithë viteve, ju kanë thonë, a na e leni minatorin kur ju të hiqni dorë prej muzikës, në mënyrë që ta përcjellin në brezat të tjera. A e keni mendu t'ja, si me thonë, t'ja trashëgoni dikuj si... Une pak po e modifikoj qëta, jo shumë bukur për thënë. Po, une e kom thonën shala dë zoti e nuk jetë Kosova, muzika, rock'n'rolli, veç minatorit. Dalin generata treja, që kemi muzicien shumë kreativ, shumë këngëtar të mirë, virtuoz të mirë,
inshallah, nuk jetë vështë minatori me dhe minatori dhe qau, mëro e vetë. Jo, unë jam sigurisht që ka nga gjeneratat e reja e që kishin da shumë me ripërtri ose me bartë edhe si emër, po bashkë edhe me hitet, se atë icon e grupit nuk dojnë me lanë. Nëse në interesant, kam kërku gjithë kanë rrjete sociale, nuk gjej, asë në Facebook, asë kun tjetër. A di qysh, unë e po mdo këtë aspekt jam hala primitiv. As ke pas, ju ti ke pas një As nuk po. on Facebook, as Instagram, as shka e në atu. Se ke vendot. Po mendoj shumë mirë në fakt, unë këtu me të marrë lakmi se nga njëherë për rrjeteve sociale nuk e merë gjithmonë ma të mirën. Merë edhe shumë negativitet që edhe loj me ju të mira. Te Facebooku, se dëmas, më do këtë vetja, se bashortja Gjulieta më ka dhënë qërë që kanë qitë qërë që ka po, abe mu nuk më interesojnë punë të njerëzaj. Dhe më do këtë vetja si me ko voajer. Voajer janë njerëzit që këqyrin e për cilin njerëzit për birët qelësit derës. Që ashtu më do, më falë, më do këtë dyqysh. Po mirë me i pa punët tua. Edhe thash në kontekst tjetër që jam shumë për ta. Pritoj me hi me postu që postu e me shadi, nuk jam të konfliktuoz. Edhe kjo është edhe një arsye tjetër. Edhe një prej arsyeve. Po, ama në herë me nëj, a javlen me pas Facebook, bile Facebook. Po, jo, man, i të nesrit i bipish, man. Po, jo, mirë jam, super jam, loqë jam tjetë. Më besa që po, plus me që bashkëshortja ti informon nëse ka diqka... Nëse ka, po më kalzën që me rekëshyre, që e kështu që... A ka qenë fështirë edhe me mbajt familjen, pra me qenë afer familjes, edhe me mbajt muzikën të njëjtën kohë. Sa ka qenë bashkëshortja e mirë kuptushme edhe për krase? Shumë. Te për mirë kuptushme, edhe natërisht nuk u du më bo burrimi njëri birë ashtu, po për një bejem njëri jashtëzakonisht familjarë. Nëse më përcjell një ditën, mu nuk mëni me më po pakese. Jo fornizu si mirë i familjes. Ishtë nuk pritoj, edhe kur do shoke, do njerë, thujnë që ka u bo, që e ngarku, thujnë, po qështu i ble me samarë në shpi. Gjithmonë gati për me furnizu qa do që ka nevoj shpia. Jo, bashkëshortja ka mirë kuptim e din. Edhe, natyrisht edhe reciproke është edhe une, dhe e ka angazhime, si dhe mas tash është antare akademisë, shkencave të arte, profesorisht një ridike dhe, që edhe ajo me angazhimet e veta. Po, angazhimet. A ka ardhë gjithmonë, ose sa ka mujtë me i përcjell koncertet e juja vite ma për para? Nuk po di qysh po me ndoni saktë. A ka ardhë bashkëshortja në koncertet e juja? Ka ardhë, ju shpesh, po ka shpesh, ardhë. Ama ka ardhë, po, ka ardhë. Lë, ta shumë pruni me kërë, se unë kom lejën e vëzitjes, po nuk di me vëzit. Më vëzit me mua gjëzve të vrasi. Ma mirë me... Ajo më bjenë këtu, edhe ajo më qënë Shëngjën, e kemi një apartament. Ajo vjenë në merë, se une me bo me vëzit, është mos vetë. Ma mirë me përcjellje, më sigur, gjithmonë thonë leja në dorë ati që është me e kom sigur. Golfin 45 vjetër, i ka vesh 851 kilometra. Wow. Që tash, sa voziti, unë e muni me marrë. Aq pak paske... Dhe par dje, shkova, se ku më dhejë zmati, se ju me vozit, akumulatori kishë u vujta, është depresion. U mërzite. Ku mërzita për ndresht në qka. Këtë është kur me ndrua, gjithë me mbajt njëtin? Faj, jo, që apë është që 45 vjetë, ose se një gjallaj. Vërtet. Dëshmi e kohës, e krejtë aty në viteve të kalume. Unë e gjithë thëmë si të vjenë pranvera. Siguraj uki, që thotë si të vjenë pranvera, ko me marru një shpi, ama gjithë mu... Gjithë mu në mponë që ato të njëtën. Si të vjenë pranvera, ko me janis me vozit edhe me shku në shëgjit, vetë ko me shku. Që ato e kom andrë. Mësë me ardhë mu më që gruja, me ardhë mu marë gruja, sigur të parë dhja, kur folëm. Adin, edhe... Ajo vjenë në merë, ajo vjenë në që, edhe ju, se e nëjë farë qallëm gjie, po s'kom qare.
Mirë se edhe kaloni kohën bashkë, knaqeni. Në çfarë piket karrierës ke qenë kur je bu bab për herë të parë? Ajo është diçka hyjnore, është shumë e mirë, po njerëzit thonë ju gëzu. Atëri që gëzohet njeri, po mas pari njeri çuditet. Edhe janë nisë me u njoftu me vetveten. Me thonë, hej, a jem babun a ju. A kom përgjegjësi për 2 krena. Krenin tam edhe të misë. Edhe është pak tani edhe e merë vetën edhe din që hej, ti je bab tash, ti je kështu edhe. Shumë djenje bukur, a? Shumë djenje bukur. Sa të kanë gjafë fëmijët? A kanë vesh për muzikë? A ja thonë heq? Vajza adeja, shkon të kurës gitare, si vjen për qef, për satisfakcion. E kum lutë. Hajtë babë, sa e biri do kongë, merë baba, i vjen a i kongë, me neve, me ja. Djali ka pas që bubnjarë me kanë, mërkuri. Ja kom që bubnjat në shpe, po jo. Nuk i ka. Një vjetë, ty e që kur gjësh, jo. Po, unë e menoj që ma mirë ata me i ga në nësvet, jo babës. Po, të këto ratëshkenca, edhe pse dhe unë jam avokat. Sigurisht, i keni edhe ju arritjet e juja. Magjistre, resurse njerëzore, edhe profesor jam konë, po nëse ana është ta. Të dyve, me ju ngja, nuk ju bjen keq. Nga të dy nga pak. Po, unë ma mirë thëmë nënës vetë të gjojnë. Në cilat, a ka nëjë këngë që ja ke dediku bashkëshortës? E na nuk e dim si publik. Apo ato vargjet ja thu në sy? është konga e di se do të shoh. E di se do të shoh edhe bashkëshorta ka qenë Shkop me printe vetë. E mu qatë dite në apartamentin tem, banesën, se kum pas shumë herët banesën aty në qender, edhe tash kanë qenë unë këto flutrat që ju thujmë, dyrë që qelën, shtu. Edhe tash, kushtë që i qelke ato flutra, edhe ecke, unë e disha, ja është inkasanti i ujit, ja është inkasanti i rrymet, ja kujshia u ardhë me lyp diçka për lift, edhe e nefsha. Natyrisht që hapat e bashkëshortës, më ne i disha, bat ritmit të hapave dhe. E tash, më kishar thirë ja me shku ushtarë. Qash shumë më mërzita, tash unë budalla kisha problem që shmi kalëzu kësojna, me nesha u shem dyjeja. Edhe ka hura 6, që shek shumë lanë, për afrësit, po dira plunk, klup, plap, u thash, Julieta, edhe tash që shmi kalëzu, që më ka orë thirja, ama unë e lisi nuk shkojsha ushtarë. Dhe që është problemi, që është bo shtati mëngjesit, në atë ku administrata, së ne shtysha. Tuk. Edhe, tash aty, të e di se ndoshta ka bëj, ndoshta fare nuk e, por e ndjej se afrohesh dhe gjej hapat e tu, që me thonë që së shpeti do t'i jesh këtu. E di se do t'vish, e di se do t'shë, me një mëgjyra, po. Kusë të dikta, e ke arbër. Autjo. E di se të vish, e di se të të shoh, e di se të vish, e di se të të shoh. Ndoshta ka voj, ndoshta fare nuk e, por e teze akoj që gjej hamat e tu, që më thonë se ti do të jesh këtu. Asa e bukur, faleminderit. Bravo, komplimente. Shumë e bukur. E gjetin sekonda. Po, bravo. Gjithë në shpesh në emision, Arbi i këndon shumë këngët e juaja. Faleminderit. Djali me që më ka dhe shije, bre. Po t'lutna. Bravo, Arbi. Më falë edhe njerë. Angel, konga Angel është ndër kongë më të bukra. Po, bre, nuk peknojnë anë koncert, ndresh në të shka. Nuk e di. Nuk peknojnë, edhe... Je një angel me kratë të tyër, përbëlit është mbarë sa larga yje, ke qene mirë, me mirë se kjo botë,
Por unë e di, kjo është dia jote, ti je këtu ndër keqe, tash je ajo, askush nuk je, në shpirt, në zemër, për mua të të mbete. Bravo. Je komplimente. Faleminderit Arbe. Bravo, Shumë bravo. këngë të bukura. Na keni lënë edhe më gëzove shumë me informacionin që ma dhe, që më the ka mundësi që do të bëni edhe këngë të reja. Po, natyrisht. Veç këto nuk mujna me duru, me thonë që na kur mos kena me ngjëzu. Jo, larko. Mezi po i presim. A keni përafërsisht ndonjë datë ose ndonjë muaj, dhe më thënë gjatë vitit tjetër, besoj, në 2026 mund të presim? Po, në 2026, po. Kemi dhe do koncerte jashtë vendit, kështu, pak aktivizohen për do arsyet mija o për mena, po nuk janë me i bo publike, E kuptova. janë shumë personali. E kuptova. Jam krit në fund, Naser, du me të falendru shumë për kohën që gjete, sinqerisht ndihem shumë nderume që të pata sot këto, edhe faleminderit edhe për mundësin që na i dhe me i këndu këto këngë edhe me i këndu në prezencë tënde, që është më e rëndësishmja. E po ashtu, me që e nisëm emisionin me një lajmë si gjysëm të konfirmuar e të hidhur shumë. Ue, qëre. Stafi jonë sa po ka konfirmu ndarjen nga jeta të Shemsi Krasniqit, Sheme të Ilirëve, më lejo të Ashtu në shprehim. fillim, lajmi i keq gjithë deli vërtet. Gjithë deli vërtet lajmi i keq. Kemi kontaktu me nipin e ti, Kastriot Grajqevcin, dhe na ka konfirmu. Po, une nuk e pata telefonin, po bashkëpunëtor t'juin e veta. Ngushlime nëse. Qysh ashtu, faleminderit. Edhe ko i shi, edhe shak, edhe koleg, edhe mik. O, zot, sa kemi najt në banes të eme, dhe shpetina me ta. Shumë bre kemi najt. Nuk e dyshoj. Një liber i kësha shkru me përjetimet për ta. Di që është moment shumë i fështirë, Si qa pas ka ndodhë me ta. besoj tash me qemi në fond dhe të marrë shkohën tënde edhe të flasësh me Ka pas probleme me familjarët. senda, me drejt birin, po pse qysh tek i ri, është i ri, Tha që se i ri kishe për pa me që sa dekos. koha. Tha që se kishe taku tash e sa koha. Naser, faleminderit shumë që erdhe. Më vjen keq që po më duhet me mbyll në këtë mënyrë edhe me këtë lajm kaq të hidhur. Shfrytëzoj rastin me ju shpreh ngushlime të gjithë familjarëve, të gjithë miqve, të gjithë komunitetit artistik për humbjen e Shemit. Të shkëputemi për marketing.